Sot në Prishtinë përfundojnë garat ndërkombëtare të Kuranit. Në këtë edicion, numri i pjesëmarrësve është më i madh se vitet e kaluara dhe niveli i garuesve sipas jurisë është shumë më i lartë. Anëtarët e jurisë theksojnë përmirësimin e dukshëm në shqiptimin, mësimin përmendësh dhe mënyrën e leximit, duke cilësuar këtë garë si një ndër më të mirat e organizuara deri më tani. Kjo garë ka qenë prej garave që ka pasur organizimin më të mirë nga të gjitha garat deri më tani. Pavarësisht mungesës së të shprehurit në arabisht nga nxënësit, niveli i tyre në shqiptimin dhe leximin e Kur'anit ka qenë shumë i lartë. Dhe për këtë arsye, kjo garë mund të llogaritet prej garave e cila është në shkallën më të lartë të organizimit, po ashtu edhe të garuesve. Edhe anëtarët e tjerë të jurisë u shprehen të mahnitur me nivelin dhe përkushtimin e garuesve. Në këto gara ka një rregull, një specifik e cila nuk ka qenë të kaluarën, se është qetësi e madhe. Ndëgjimi i Kuranit bëhet në nivel, janë duke e vlerësuar vetë garuesit, por edhe anëtarët e familjes së tyre. Niveli i garës këtë vit është shumë i lartë se vitin e kaluar, po ashtu numri i pjesëmarrësve është shumë i bukur e kanë lexim shumë të bukur. Ne si juri jemi duke kaluar qaste shumë të lumtura. Gjëja që më së shumti më gëzon është prezenca e fëmijëve të vegjël, që mësojnë 5 gjuza apo më shumë. Kjo gjë më gëzon zemrën. Për të arritur këtë nivel të lartë, juria ka aplikuar kritere të qarta në vlerësim. Hifzi apo mësimi përmendësh i Kuranit qëndron në qendër të vlerësimit. Edhe pse kriteret këtë vit ishin më të larta, përgatitja e garuesve ishte më e thellë, tregojnë anëtarët e jurisë. Kriteri i parë që kujdesemi ne si juri është hifzi, mësimi përmendësh i Kuranit, i cili ka 80 pikë. Kriteri i dytë është mënyra e nxjerrjes së shkronjave, 10 pikë. Kriteri i tretë është leximi i mirë, mos ndalja në vende ku nuk duhet të ndalur. Në shumicën e rasteve garuesit që e kanë hifzin e mirë, ata kanë mbi 90 pikë secili prej tyre. Nëse hifzi është i mirë, edhe tejvidi edhe tertili i këtyre nxënësve ka qenë në pikën më të lartë. Kriteret për pjesëmarrje janë më të larta këtë vit se sa vitin e kaluar, por edhe dituria dhe leximi i tyre këtë vit është shumë më mirë se vitin e kaluar. Sa i përket kritereve të garuesit, ne shkojmë sipas hadithit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, se çdo pyetje që ja drejtojmë garuesit, edhe përgjigjen e ka me drejtësi. El adali thonë në gjuhën arabe, vlerësimi i bëhet në të gjithë garuesit, do të thotë sikur se na ka udhëzuar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Për të qenë pjesë e tavolinës së jurisë, kërkohen standarde po aq të larta, përvojë e gjatë, njohuri të thelluara dhe përkushtim ndaj misionit të gjykimit me drejtësi dhe profesionalizëm. Kriteri i parë për të qenë pjesë e jurisë është hifzi, të jetë një person i cili e ka hifzin shumë të mirë dhe ka përsosur atë nga përvoja me shumë mësues dhe me nxënës. Kriteri i dytë të jetë njohës i shkencës së tejvidit dhe kriteri i tretë është që të ketë përvojë me mësimin e shumë gjeneratave, për arsye se puna me nxënës e ndihmon atë në hifz dhe po ashtu në tejvid. Si kriter duhet të jesh hafizi i Kuranit, e dyta duhet të jesh një të cilët i njeh llojet e kirajeteve, llojin e tejvidin, sepse nëse nuk i ke këto, nuk e njeh shkencën e tejvidit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, kush nuk e lexon Kur'anin sipas rregullave të tejvidit, do të thotë është gjunahtar. Ky organizim është më tepër se një garë, është një burim frymëzimi për të rinj që e duan Kur'anin dhe e studiojnë atë. Përveç aspektit fetar, gara përçon një mesazh për bashkëpunim mes popujve. Padyshim që kjo garë do të jetë prej atyre arsyeve të shumta që të rinjt në vendet tona të kenë dashuri të madhe për Kur'anin dhe të jenë të lidhur më shumë për Kur'anin. Për këtë arsye dhe jo vetëm, janë vendosur disa çmime simbolike që normalisht nuk janë arsyeja kryesore e kësaj gare, por arsyeja kryesore është që të vinë djemtë e rinj, vajzat e reja, të shohin njëri tjetrin se sa dinë Kur'an, sa kanë punuar me Kur'anin. Këshilla ime përfund është që ka puni fort për Kur'anin, pasi që edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë më i miri prej jush është ai që mëson Kur'anin dhe ua mëson atë të tjerëve.
Ndikon kjo garë shumë tek të rinjt, ndoshta përçon mesazh nga zemra e Ballkanit, se popujt e Ballkanit interesohen dhe e din vlerën e librit të Zotit. Po ashtu ndihmon në rregullimin apo forcimin e raporteve si popull ballkanik me Arabinë Saudite. Në këtë mënyrë forcohemi si shtete islame dhe si musliman. Këto gara tregojnë se Kosova është shtet ku gjenden njerëz të dijes, të islamit edhe të cilët e duan Kur'anin.